Janë të sigurt se rekomandimi për liberalizimin e vizave do të jetë pozitiv, por jo fort të qetë vendimin e Komisionit Evropian, po e presin stafi i Ministrisë së Integrimeve Evropiane. Ata janë mbledhur të gjithë në këtë kabinet për të pritur këtë lajm fort të rëndësishëm për Kosovën. Si asnjë vend tjetër në rajon kemi arritur që të përmbushim gjitha kriteret dhe normalisht që merita më e madhe ju takon zyrtarëve, shërbëzëve civil. E zëvendës ministri Ramadan Ilazi është optimist. Me këtë shënohet edhe fundi i izolimit për qytetarët e Kosovës, edhe një etapë e re e marrëdhënieve tona me Bashkimin Evropian. Sapo komisioneri për çështjet e brendshme Dimitris Avramopoulos filloi të bëjë publik vendimet e komisionit në Bruksel në këtë zyrë, erdhi edhe ministri Bekim Çollaku. Para se të bëjë publik vendimi për Kosovën, ai siguroi edhe një herë se rekomandimi është pozitiv. Surpriza, nuk ka stresi, ka përfunduar kohë me parë që nga momenti kur komisioni ka konfirmuar që ne kemi plotësuar kriteret. E vendimi shumë pritur gëzoi shumë të gjithë stafin e Ministrisë së Integrimeve. Ministri nisi festën. Ai tregoi përafërsisht kohën se kur ky rekomandim do të hyjë në fuqi. Bëhet fjalë për disa muaj. Mirë po, ne kemi pritur që 4 vite, më shumë se 4 vite, kështu që nuk do bëhet ndonjë gjë e madhe sikur të presim edhe disa javë. E për të kujtuar këtë ditë, ministri me vartësit e tij bën edhe nga një foto për kujtim.